Arsyeja është se nuk janë investitorë gatshëm me pagu. Ose lypin më shpejt. Kryeni më shpejt. Kryen më shpejt, më shpejt se kena me dorëzu. Nuk voti mrekulli për 3 muaj. Sot do të flasim për një aspekt i cili shpesh herë në sektorin e ndërtimit neglizhohet. Dhe aja është menaxhimi i procesit të ndërtimit, nga fillimi deri në finalizim. Për këtë temë sot e kena një mik tonin, Arianit Kastratin, i cili përfaqëson kompaninë Prodon Construction Management, kompani e cila njëkohësisht është edhe antare e Këshillit Ndërtimit Gjelbër. Pra, me Arianitin sot do të flasim se si Arianiti bashkë me kompaninë e tij i menaxhojnë këto projekte dhe dalin projekte me të vërtet cilësore dhe të qëndrueshme. Njëkohësisht këtu do të kemi edhe sfida të ndryshme të cilat Arianiti me kompaninë e vet i ka gjatë procesit punës dhe gjithashtu edhe finalizimin e objekteve që natyrisht në fund këto objekte dalin suksesshme. Për fillim i uroj mirëseardhje Arianitit në këtë podcast dhe si po ndihesh sot mesin tonë, Arianit? Faleminderit shumë për ftesën, Farosh. Ndihem shumë mirë. Është kënaqësi me marrë pjesë me një podcast posaçërisht të organizuar për një profesionisti siç je ti, por edhe në një organizatë siç është KGBC në Kosovë. Faleminderit shumë. Arianit, pse kaq shumë neglizhohet ose kompanitë ndërtuese në përgjithësi, pse kaq shumë i neglizhojnë menaxhimin e projekteve, ose thjesht me thonë, pse këto kompani ndërtimore nuk ja japin, nuk ja besojnë menaxhimin e komplet ndërtimit një kompanie siç jeni ju. Ku është arsyeja? Sepse realisht në qoftë se kompani ndërtimore, investitorët ja japin një kompanie profesionale siç jeni ju, me menaxhu, me udhëheq, me financa, gjitha aspektet, unë konsideroj që është një lehtësim shumë i madh. Pse u neglizhu te i tash kjo dukuri sektorin e ndërtimit në Kosovë? Është një problematikë e theksuar në industrinë ndërtimore. Arsyet mund me qenë shumëta. Së pari është mosbesimi i investitorëve. Mendojnë që i dinë vetë gjitha edhe kanë kohë për me investu, e kanë atë bindjen që qysh i menaxhojnë ata vetë porët e veta, nuk mundet me menaxhu kërkush tjetër. Edhe nuk është edhe që ka pas ofertë tillë në treg. Muj me thonë që jemi kompania ndër kompanitë e para që merren me ekskluzivisht me menaxhimin e projekteve, domethënë jo vetëm menaxhim të një pjesë të projektit, mirë po jemi duke folur për 24/7 menaxhimin e komplet ndërtimit. Tash nuk është vetëm menaxhimi i punishtes. Këtu kemi të bëjmë edhe me menaxhimin e financave, me menaxhimin e furnitorëve, kontraktorëve të ndryshëm punishte, menaxhimin e ndryshimeve që është një prej pikave thelbësore në menaxhimin e projekteve, si edhe ndërmjetësimin e të gjitha palëve të interesit të përfshi investitorët, blerësit që blejnë patundshmëri tek investitorët, arkitektët, inxhinierët e ndryshëm, por edhe punëkryesit siç janë kontraktorët, nën-kontraktorët edhe furnitorët e ndryshëm të materialeve. Domethënë, kompania ju i kontrakton komplet fazat e ndërtimit, duke filluar prej gërmimit, punëve të vrazhda, finalizimin e objektit, edhe investitorit vetëm i raportoni, i tregoni që deri këtu ka arrit procesi, sipas një plani dinamik? Po, patjetër, fillimisht si kompani gjatë negociatave, para nënshkrimit kontratës me investitorët, spori takohemi me ekipet e dizajnit, ekipin arkitekturës, me fazista tjerë, me statik, me hidroelektrik, MEP-n komplet, edhe e analizojmë projektin në mënyrë që mos me hi me një rrugë qore. Do të me u njoft me projektin para se me bëni një ofertë ose me bëni marrëveshje me investitorin. Edhe në ato pika ne jemi pak si konsulent, për shkak se kemi përvojë pak më të gjatë në ekzekutimin e projekteve dhe mundemi me i pa ato defekte që mund me i pas një projekt në letër. Letra
letra i bon kejt. Shka do që të shkujmë letër, ajo e përballon mirë, po në realitet mund me qenë këtë ndryshe. Aty jemi ma koherent, nëse mujmë me thonë, edhe jemi ma cakt, pasi që i shohim ato gabime dhe mundemi me ndërhy para se me fillu. A i konsideroni normale ato lëshime gjatë procesit projektimit dhe një lëshim? Lëshime që nuk qojnë shumë pesht madhe, por njëkohësisht ju si menaxhues të projektit, në bazë të eksperiencës ju, mundi mja lehtësu për shembull klientit ose investitorit. Ne projekti ka sugjeru qështu, na ju sugjerojmë qështu për arsye se është ma kualitative, është ma e lirë, është ekzekutohet ma shpejt. Kjo bëhet me konsensus të përbashkët, edhe të arkitektit edhe të investitorit sigurisht. Normal, sugjerimet i bëjmë na mënyrë vazhdueshme. Tash nëse shikojmë edhe anën tjetër, secila monedhë ka dy fytyra. Problemi të investitorët është që nuk janë të gatshëm me investu fillimisht në projekt, sidomos në planifikim, por edhe në dizajne pak ma specifike. Nëse e marrim po e zon arkitekturën, nuk është e detajume deri në ato masa për me qenë projekt ekzekutues. Arsyeja është se nuk janë investitorë të gatshëm me pagu. Ose lypin ma shpejt. Kryen ma shpejt. Ma shpejt se kena me dorëzu. Nuk bëhet një mrekulli për 3 muaj, ose 2 muaj, ose 3 muaj. Tash, krejt që ato defekte i bërë masën investitori. Që aty fillojnë ato problemet. Pse se neglizhohet puna e arkitektit, neglizhohet puna e inxhinierit të statikës, elektrika, hidro, mekanika neglizhohen tërsi. Domethënë janë 3 profesione që neglizhohen mas shumti, që tregon edhe fakti për kosto se e kanë për metër katror. Tash, nëse krejt që tu ishin trajtu me Revit ose me BIMX, atëherë edhe ekzekutimi kishte mujtë me qenë shumë më i lirë. Patjetër. Edhe shumë më i mirë, shkoku që nuk ish pasën konflikte gjatë ekzekutimit ndërmjet fazave. Perfekt, po. Atëherë shumë po m'pëlqen që e ki eksperiencën edhe pinjesh shumë mirë fazat që sidomos arkitektura statika me këto fazat elektriku i sjellës kanë shpeshherë nuk përputhen projekte dhe ka lëshime të tilla, mandej ju si menaxhues projektit ato i evitoni edhe ju ja marrin pa kohën, ju shkaktojnë probleme, natyrisht ma të lashe. Përveç kësaj që e diskutuam të i tash Arianit, a mund më na shpalos pak kompania Prodon Construction Management, cilat janë aktivitetet e gjithëmbashme? A ka dhe aktivitetet tjera, ose a kjo që ka e spjegove deri tash është aktiviteti kryesor i Prodonit? Prodon Construction Management, apo Prodon CM, shkurt që themi ne, është biznes i themeluar për të ofruar shërbimin e menaxhimit të projekteve ndërtimore, domethënë construction management. Tash, si gjatë punës e kemi po që është e nevojshme me pas edhe një shërbim tjetër si general contractor. Nuk është si kontraktor general, nuk është se na i kryjmë gjitha punët vetë. Mirë po, në kontraktimin e punëve, nëse e merr Prodon si jemi, atëherë gjithmonë do t'i kushton shumë më lirë investitorit. Edhe probleme do t'i ketë ma të vogla. Pse? Ne do të mirëmi me gërmimin, nuk do të ketë, na do t'a bëjmë ofertën, nuk do të ketë si në tenderët publike që është, po supozojmë 20.000 metra kub, masajna me dolën 50.000. Ato janë kontrollat të mbyllura. Domethënë mbyllet çmimi i projektit edhe na e bortim përgjithsinë. Nuk ka, mas një kohë vëllam ka kushtu qikaq. Do të me pagu ekstra. Ato janë të parapome, për shembull inflacionin e kemi në specifikume në kontroll, janë të gjona tjera që mund me ndiku, ose rritja e çmimeve të materialeve në treg, me kërkesë të prodhuesve, mirë po jo, për shkak se nuk kemi llogarit sasit
Domthonë çmimi I tregut mundet më rrit, mirë po sasitë nuk guxojnë me ndryshu në fazën e ekzekutimit. E është tash që jemi veç në përfundim të një marrëveshje të tillë, që do të jetë një projekt super I mirë në Prizren, dhe do të jetë një projekt jashtëzakonisht I mirë, po edhe do të jetë një sandbox edhe për neve për me po se a mundet në realitet edhe me funksionu si ide kjo forma e kontraktimit general apo jo. Sa është e zakonshme kjo formë e kontratave, si general kontraktor ose menaxhimi I projekteve prej një kompanie e specializuar si që jeni ju me një staf, me një ekip, edhe sa keni ekip për mbrana, ekspert, inxhinier, sa është e zakonshme në rënd parë në Kosovë kjo. Unë për veti me eksperiencën tem që kom projektu kryesisht kompanitë brenda kompani ndërtuese, brenda kompanive të vete e ka një inxhinier, një arkitekt, ai I mbikëqyr komplet punimet, po e shoh që shpesh herë ka ngarkesa të mëdha herë në ato objekte, në këtë objekte dhe shpesh herë shoh që menaxhimi del pi dorë, del pi kontrolle. Sa e zakonshme kjo një kompani si juja që e menaxhon edhe investitori nuk e ka shumë atë gale, atë problem se që shpishkon puna në projekt. Nëse dalim jashtë balkonit perëndimor, atëherë këto janë standarde të caktuara. Nuk është diçka që I kemi zbulu na dhe kemi më patentu si ide. Në Kosovë funksionon pak më ndryshe. Kam përvoj dikom gati 20 vjet që merrem me menaxhim të projekteve, të përfshi menaxhimin e projekteve ndërtimore, projektet interierit, fillimin e linjave, domthonë linjat e prodhimit, përcaktimin e linjave të prodhimit në Kosovë, edhe investitorët gjithmonë anojnë kaja se një ekip I menaxhimit projektit ose një staf I tonë mund me qenë vetëm shpenzim I kot për projekti. Para të edhe kemi në këtë projektet ndërtimore që I kemi në Kosovë, e kemi one man show. Unë është inxhinieri, është arkitekti ose arkitekti që rrinë në zyre, mirët edhe me shitje, edhe me projektim, me përpilim të planeve editore, me plotësimin e editorit, po jo me kontroll direkte të punishtës. Përëndësi jemi si ekip, ka 6 punëtor për momentin, me një punishte që merren se cili e ka fazën e vetë. MEP-in, apo mekanikën, elektrikën edhe ujë kanalizim, I ka një inxhinier që I kontrollon, pjesën e muratimit apo zrugtarinë edhe muratimin e ka një inxhinier tjetër, një arkitekt në fakt, është inxhinieri I statikës, janë arkitekta që rrinë në zyre vazhdimisht, që merren me ndryshimin, me kërkesat e klientave që kanë bojnë me ndryshime, edhe normal jam unë që jam shumicën e kohës, jam teren, sidomos gjatë orëve tregut, so janë të punu ekipet. Që kjo është, cili është roli yt? Zbërtheje pak më shumë, roli yt në program? Roli jam më shumë është rol strategjik dhe teknik operacional. Para se të fillon projekti, 100% jam në zyre të I planifiku. Në momentin që fillon projekti, 80% kohës e kalojnë teren, 20% në zyre. Tash qaj 20% që zyre zakonisht është masarorit punës, shkoku që shkojnë ekipet punuse. Përfundojnë ororin e punës dhe do të më u kthy me këqyrë se ku kena mri. Po gjatë ton ditës, do të me qenë në punishte me I përcjellën. Edhe inxhinier për dhe arkitekt tjerë me po që dinamika së pari është të shku në rrugën e duhur, buxheti është të përcjell, defektet janë minimale, po edhe që kualiteti I punës është të kryer në bazë të standardeve të cilat ne I kena përcaktuar. Tash çato standarde I përcaktojmë ne. Nuk janë standarde që të komu bo diçka high lux, mirë po çato standarde I
cilat kemi përcaktuar ne, që ato duhet edhe me u realizu dhe se cilë pe kontraktorëve se nën kontraktorëve duhet një përmbajtën. Arianit pak ma përpara e përmene të njëri nga ekspertët e ju që i mbikëqyr pjesën e muratimeve, aty në pjesëve tjera, mu po më intereson bashkë dumunal të muratimet e brendshme të objekteve banesore. E di që ju si prodon shpesh herë edhe zakonisht i sugjeroni investitorët me shku me mure të thata ose me mure prej gipsit, gips pllaka që i thujmë ose knauf, në raport me muratimin tradicional të ritash që ka qenë. A mund me na spjegu shumë thjesht edhe qartë, ose thjesht me mbind mu, pse une duhet me ndrru mënyrën e muratimeve të mbrendshme nga blokat me argjil, ose blokat e kuq që janë, me kalu në knauf, ose në mure të thata me gips pllaka. Cila është përparësia edhe cilat janë benefitet në qoftë se një investitor kalon prej sistemit bllokave argjirore me ndarjet e mbrendshme në mure me knauf ose gips pllaka. Është pak problematik ditë të sotit me i bind investitorët se blokat e argjilës janë e kaluar, janë histori. Po jena mësu, bre, ekipa janë mësu me bloka të kuq, mi nda, mi muratu, mi ly, me 100, apo kuptan? Po edhe mi marë, mi thy. Mi thy, shumë beturina. 10 bloka me qitë në muri, 15 në bërlëg. Po, që kja po më interesan, që kja është? Mbetjet në arsyeja pse na, si prodon, insistoj të gjithë investitorët që punojnë me ta, po dhe në përgjithësi me investitorët në Kosovë, me këndët që takohemi, insistojmë që të ndryshojnë sistemin e muratimit nga blokat e argjilës në sistemet e mureve të thata. Të brendshme të është fjalla. Tash, na si prodonësjem, objektet që i kemi në menaxhim, për momentin vetëm muret perimetrike i kemi me blokat argjilës. Kjo ma tepër është për shkak të kostos edhe për shkak të izolimit që ende nuk kemi mujt me gjetë një substitut apo një zëvendësim. Ka zëvendësim, domethënë është edhe sistemi i mureve perimetrike të thata që është jashtëzakonisht i mirë, me ka termoizolimi është tepër i mirë, akustika është e mirë, përngana statikës janë tepër të qëndrueshme, janë edhe ma afatgjata, domethënë edhe jetëgjatësinë kanë shumë ma të lartë, mirë po me kosto dolin pak ma shtrenjtë se sa muret perimetrike dolin ma shtrenjtë nëse shkojna me mure me gips. Ndërsa muret e brendshme, po më intereson muret e brendshme. Muret e brendshme, tu i përfshi muret ndërmjet njësive banesore, banes, koridor, po dhe brenda banesës, muret e dhomave dhe banjeve dhe gjitha muret tjera, ne implementojnë sistemin e mureve të thata nga prodhuesi Knauf. Në falë Arianit se për ndërhy, për du me vë pak ma interaktiv edhe është shpesher i kemi dëgju njerëzit që blejnë banesa, ankohen për zhurmën që po njihet prej këshije. Qoftë nga lartë, anash, në gjitha aspektit, aspekti i akustikës është një problematik shumë e madhe në sektorin e ndërtimit ose në fushën e ekzekutimit të këtyre banesave. Këto muret me knauf, thata, me izolimet, so ndikojnë në amortizimin e akustikës zhurmës. Ato ankesat i ke dëgju për klientëve që kanë banesa me blokat argjilës. Klientat që blejnë banesa që kanë të implementuar komplet sistemin, tash po flasim për një sistem tonë, nuk po flasim vetëm për një model ose një lloj të pllakës të gips kartoni, po jemi të folëm për një sistem komplet që është. Tash, si sistem, ma i kompletuar është sistemi i Knaufit, që fatmirësisht e kemi edhe fabrikën e kemi shumë afër, edhe prodhimin e kanë shumë kualitativ, pasi që menaxhohet edhe monitorohet prej bazës në Gjermani. Tash, nuk është vetëm një lloj i pllakës të Knaufit. E kemi pllakën akustike,
cilën ne implementojmë në muret ndarëse banes, janë pllakat zjarrdoruse, cilat aplikohen muret banes, por edhe banes korridor, janë edhe pllakat e kundër lagështisë, domethënë që e durojnë lagështinë që zakonisht vendosen në vendet ku ka lagështi, kuzhina dhe banja, ndërsa pllaka e thjeshtë vendoset vetëm në plafone dhe në muret e dhomave. Domethënë janë lloje të ndryshme të pllakave, duhet me ditë ku mi vendos varësisht prej çka po do ti mu mbrojt. Prej kundër zjarrit zakonisht po vendosen korridore apo? Po. Që mos me përfitu zjarr për një banesës tjetër, banesa tjetër, apo? Po. Edhe është e njëjta pllak përdoret edhe në muret banes, po te muret banes jemi të folën për dy mure të veçanta. Domethënë nuk është i njëjti muri dhe nuk përputhen në asnjë pikë ato mure, janë dy mure të ndara. Secila i ka nga dy pllaka të gipsit, një pllak akustike dhe një zjarrdoruse, e ka termoizolimin me lesh gjami, ka vakum, hapësinë ajrore, zakonisht ne për kursim të hapësinës për të përfitu klienti sipërfaqe neto sa më shumë, e lëm një hapësinë 3 deri 5 cm, ndërsa muri tjetër i njëjtë është edhe ka banesa tjetër, domethënë me një pllak të kundër zjarrit edhe me një pllak akustike. Më falë që për ndërhyr, këto janë pjesë teknike, në rregull. A mund më na tregu 1, 2, 3, 4 me numra për shembull, përparësitë e pllakave të gipsit në raport me bllokat e kuq që i bëjmë ndarjet. Për shembull, klienti si klient, domethënë një klient, përdoruesi i fundit i banesës ose i shtëpisë, përfiton qetësi, domethënë ka një akustikë jashtëzakonisht të mirë, përfiton një siguri nga rreziku nga zjarri, përfiton siguri nga lagështia, po edhe përfiton një mundësi të ridekorimit ose ridizajnimit të hapësirës pas një kohe me një kosto shumë të lirë. Perfekt. Këtu kanë përfitimet e atyre që e blejnë këtu. E investitori çka përfiton? Investitori ka shpejtësi. Koha është pare. Bravo. Nuk kena qef me hup asnjërin. Mbetje ka shumë pak. Në krahasim me bllokat e argjilës, që humbjet mund me shku deri 25%, mos me thonë edhe 30% varsisht prej kualitetit të bllokave, minimumi është 25%. Ato mbetje do të me i trajtu, do të me i gjujt në deponi, kanë krijojnë kosto shtesë. Koha është jashtëzakonisht e gjatë nga momenti kur fillon muratimi deri në momentin kur munden me hy mjeshtrit edhe me ly banesën. Pse? Se do të më bo me vlaq, suvatimi, bledi, edhe në fund ngjyra. Krejt këto janë materiale të langshme që kanë nevojë për trajtim. Do të më tërë, procesi e tharjes këtyre materialeve mund të më zgjatën deri 21, eventualisht 28 ditë, varsisht për kushteve atmosferike që janë. Koha e realizimit, nëse e marrim muret me bllokat argjilës edhe muret me bllokat me sisteme të mureve të thata apo me sistem të knaufit, është dallimi mund të më qenë 15 deri 20 ditë, më i shpejt me mure të thata. Nëse jemi të folë për një hapësinë, për një banesë 200 metra katror, me i bo ndarjet e mureve, me sistem të mureve të thata mund të më u kry për 5 ditë, komplet sipërfaqja, me sistemin e bllokave të argjilës nuk mund të më u kry pa 25-30 ditë. E qartë. Komplet procesi. E qartë. Investitorëve për shembull ju intereson përveç shpejtësisë, ju intereson edhe kosto. Cili është dallimi mes bllokave të argjilës, kostoja soi del për shembull, në raport me nëse don me investu me knauf. Përparësitë më pidim me gips pllaka që i përmene shumë avantazhe në kohë, mbetje, në izolim akustik, në izolim
kundër zjarrit e shumë përparësi tjera, po tek e fundit investitorëve intereson kostoja. A del ma shtrejt? A del ma shtrejt me Knauf? Nëse i ban ndarjet e brendshme? Tash, nëse e llogaritim vetëm zëvendësimin e mureve nga blokat e argjilës me sistem të Knaufit, për të njëjtën punë, kosto është dikon 12-13% më e lirë, nëse shkojna me muret fata. 12 deri 13% 13% del ma e më e lirë lirë me Knauf. me Knauf. Tasht, po nëse i marrim edhe faza tjera, për shembull instalimet elektrike munden me kushtu shumë ma lirë. Shkaku që ne kemi të bëjmë me hapjet vrimave në për blokat argjilës, ka angazhim ekipi instalimeve elektrike, ma pak. Edhe aty mundet me u kursy. Mundet me u kursy në instalimet e ujit dhe kanalizimit. Nuk ka thymje të mureve. Modifikimet janë, ndryshimet janë shumë më të lira se sa që janë me bloka. Po, nëse e marrim një me një, blokat argjilës dhe sistem Knaufit, 12-13% kosto është më e lirë për metër katror. Perfekt, po më pëlqen edhe unë besoj që edhe investitorët gradualisht janë tu vedisu, po ashtu edhe blerësit tash po këshyrin, po din me dallu të mirën prej të keqës, sidomos ata ma shumë e shohin këtë aspektin që e diskutu më herët, zhurmës, qetësisë, atjera, por edhe mbeturina po krijojnë shumë mbeti këto blokat e argjilës. Kjo po me Knauf dorën zemër edhe mu do të më pëlqente objektin banesor që e projektoj me nda dhe me realizu si pas standardeve tamam qysh do. Arjani, çfarë gabimet mas shumë ti ishe, mas shpeshti projekte të reja, jo veç në projekte tua, po në përgjithësi kështu në sektorin e ndërtimit. Ku i sheti gabimet më të mëdha, cilat ty të bëjnë përshtypje si një ekspert i kësaj fushë? Shumica, mos them gjitha, shumica projekteve fillojnë pa një plan dinamik duhur. Aja është gabimi i parë. Edhe ajo Për ata që nuk e din, plani dinamik është aktivitetet prej fillimit deri në përfundim të objektit. Duke fillu prej gërmimit, ajo kjo sa kohë merr, paralelisht çfarë aktivitete mujna me krye tjera e tjera. Investitorët e na, po dhe shumica e inxhinierëve bojnë plane dinamike, mirë po koncentrohen në 50% e objektit, që është beton, armatur, fundore, domethënë faza e ndërtimit vrasht. Ajo nuk llogaritet 50%, duke dikun 30%, 35%. Po ja lëm 50%. Po. 50% tjetër e komplet e neglizhojnë. Tash nuk mirën me komplet projektin, po mirën vetëm me ndërtimin e vrasht. Në momentin që përfundon ndërtimi e vrasht, e kemi kriju si shprehi të po. Nuk e din shumica e Nuk i din investitorëve. cili aktivitet shkon i pari, cili mas çka ka tij, marrë. cili aktivitete paralele. Tash, njëri prej projekteve në Prizren që e ka marrë ne, e ka marrë pas disa problemeve që kam pas në kontraktor, edhe jam mundu me kthy on track, me kthy në dinamikën që e ka planifiku investitori. Problemi kryesor ka qenë që me fillu tash nuk kemi kohë me prit, me u kry një aktivitet për me fillu aktivitetin tjetër. Që aty ka qenë ajo dinamika pak ma e ngjeshur. Kujtohet ka pas betonim në kotin e pllakën e kotit 8, në kotin e 4 kanë qenë dritarit u montu. Në kotin e parë ka fillu ndarja e mureve të brendshme. Shkoku që o dasht me zonë hapin në mënyrë që kontroltat që i kanë pas me kontroltat e shitjes, po dhe kontroltat me pronarët e tokave, me u arritën ato objektivat e projektit në përgjithësi. Tash, problemi kryesor është atë të planifikimi. Nuk bëjmë plan. Nuk kemi paramasa të sakta.
nuk dim sakt çfarë materiale kemi me vendos deri në përfundim. Pse që ndodhin? Pse ndodhin Arjanit sipas To teje? janë neglizhohen se llogaritën. Se po ndërprejse me një farë forme edhe na si arkitekt, inxhinier, për na thojza po thonë, për na akuzon, po kjo është një realitet i vërtet. Po pse ndodh? Pse po ndodh ky fenomen? Mos më konë të kompletu në projektit kështu. E folëm pak më herët. Zdi, AEC-ka njërin për partnerve është shqiptari Kosovës, mirë po jeton edhe vepron në Kanadë. Shpesh përcjell kritika ndaj arkitektëve në Kosovë nuk pi detalizoni projektet. Edhe shumë thjesht ja kam sqaru që me kostën që investitorët e paguajnë arkitektin, nuk ka mundësi me ta dorëzu ai projektin detaj. A din me bo, po nuk paguhet. Tash nuk mundemi na me kërku mrekulli përderisa nuk jemi të gatshëm për me pagu atë mrekulli. Edhe kemi fillu me pagesa tilla, mirë po edhe kërkesat i kemi pak më specifike. Për shembull projektet e MEP-s ose mekanikën, elektrikën edhe ujë kanalizim i bëjmë komplet me Revit. E ka një kosto jashtëzakonisht më të lartë. Mos të them 4 fishin, 5 fishin. Tash më fal, këtu i kryeni ju si kompani? Jo, e kemi të nënkontraktuar prej polëve treta. Po dhe po ju e keni përgjegjësi. Ne e morëm si përgjegjësi. E kush e pagun tash ekstra këtë projekt? Ato ekstra investitori. Investitori pagun ekstra, okay. Mirë po, kursimi të investitori vjen shkoku që e din sakt se cilin material që ka me hi në objekt. E din sakt nesër kur ta dorëzon objektin, ku janë që ato linja të kablove që kalojnë, ku është uji, ku është kanalizimi. Jo me tahmin që shi kemi mjeshtrit tonë, në projekt ndryshe, po projekt ndryshe, në realizim është ndryshe. Ndryshe dhe zakonisht, po. Zakonisht ato probleme masajna paracesin në periudha pas 50, 60, 10 mundër me u shfaq probleme tjera. Kush e pagun këtë çmim që të në problemeve Arjanit për shembull, se tash banesa lëshohet, banorët futen banesa, investitori kalon me një objekt tjetër vazhdon. Kush e pagun kostën e këtyre problemeve që jesin në objekt? Që ato kostot shtesë për shkak të neglizhencës ose për shkak të konflikteve që krijohen ndërmjet kontraktorëve, jo konflikte fizike, po konflikte të instalimeve, deri në momentin e dorëzimit, ato janë normal investime të investitorëve. Po nëse nuk ka një problem deri në momentin e dorëzimit, atëherë i bort klientin fund, edhe do të më ballafaqohet gjithë jetën me ato defekte. Që janë, domethënë, është një kosto jashtëzakonisht e madhe për një klient me ble një banesë, edhe mos ta blejmë banesën, me hinë banesë dhe me shti edhe 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro, me rregullu muret, me ndreq, me ly, me ndru ndoshta edhe dyshimi. Ku po dështojnë mas shumti? Cila pikë në objekt, cila fazë elektrika, ujësjellsi, kanalizimi, statika, ku janë ato problemet më të mëdha në objekte tash që po? Në ndërtim të vrasht, në gjithë Kosovën jemi shumë të mirë. Punë të vrashta, që nën kuptojnë pjesa betonimit, muratim, armatim, to jemi muj me thonë që jemi tepër mirë. Në finalizim të objekteve jemi shumë dot. Nuk i parashofim gjanat. Mundesh me shku në 80-90% të objekteve në Kosovë, edhe me him me një banesë që është e përfundume, mirë po kur t'jen si arkitekt mundesh me i po dhe vetë defektet që i kanë lanë ka harru me vënu një sherit të plokës, këto farë llojësit të laminatit janë pa përfundume, ngjyra zakonisht e dyrt është, jashtëzakonisht e keqe, rreth këtyre ndërprersave janë ka defekte të vogla që nuk janë ku me ditë çka në fund ditës. Po problemi është që janë defekte që ta vrojnë synin. Klienti do të bleni san të ri, do të bleni banesë të re, nuk do të bleni banesë të kohës Jugosllavisë dhe që është i përgatit me investu prapë.
o të e bleni produkt të ri. Qaj produkt du të mu dorëzu si i ri. E problemet kryesore janë të neglizhenca e kontraktorëve dhe punës njëri tjetrit. E vërtet. E Arianit të edin që KGBC janë asi këshilli ndërtimit gjelbër, që edhe jo jeni të e mbështet, të e suportu si prodon, si e vlerësoni ndërtimin e qëndrueshëm? Ti si menaxher i këtyre projekteve, çka do të thonë ndërtim i qëndrueshëm? Sa aplikohet në projektet tua, projektet e juve, e di që 100% sa kërkohet në Kosovë na halojnë, na mrapa, po të paktën a kena fillu diçka në këtë aspekt, në aspektin e qëndrueshmërisë, sustainabilities? E di që e ki pasion edhe do në mishty këto agenda, me vetë faktin që i veç pjesë e këshillit ndërtimit gjelbër si prodon edhe ti si Arianit. A më nëshme nga spiku çka do me thonë për ty ndërtim i qëndrueshëm? Pa tjetër, arsyeja pse jemi bashku me KGBC është për me bo një ndryshim. Një tranzicion, me kalu prej kësaj mendësisë vjetër, apo? Po, ndërtimit. Thash edhe më herët me një lule s'qelë pranvera. Edhe me një farosh nuk bëhet ndërtimi i gjelbërt, ose nuk bëhet ndërtim sustainability. Nuk mundemi me arrit objektiva caktume. Tash, si prodon, jemi përkushtum me i bo disa ndryshime në objekte. Vetë fakti që kemi fillu me muret thota, kjo e ka dhe benefitin tjetër. Lirimin e karbonit në atmosferë. Por nuk shkën veç deri që aty. Me implementimin e sistemit mureve të thota, objektet tona janë më të lehta. Sasia e armaturës është jashtëzakonisht më e ulët. Sasia e betonit është më e ulët. Nëse e morëm një muri prej bllokave të argjilës, e ka peshën dikon prej 130 deri 180 kg për metër katror. Sistemet e knaufit më i rëndë mundet me mërri në 35 kg për metër katror. Tash jemi të fol për një dead weight, ose një peshë, një ngarkesë në objekt që po zvoglohet për dikush 70%. Edhe automatikisht aty bëhet kursimi i armaturës, që është një produkt shumë i shtrenjtë për objektin, apo? Po. Tash termoizolimi është tepër më i mirë. Pse? Se gjitha muret kanë termoizolim. Qofshin ato mure perimetrike, apo të mbrëmshme, apo mes njësive banesore, të gjitha kanë termoizolim. Edhe energjia ruhet më shumë. Konsumi i energjisë është jashtëzakonisht më i lartë. Plafonit i kemi të lëshuar me 10 cm, që përveç akustikës, edhe ajo e krijon një farë hapësire ajrore, cila mundet me qarkullu ojrin edhe me ventilu njësinë banesore. Tash, gjitha këto e përbojnë një për faktorëve këç për mbrojtjet ambientit, po edhe ndërtim të gjelbërt. Tash, faza tjera janë implementimi i fasadave ventiluese, pak më në shkallë, pak më të lartë, me materiale të riciklueshme, zvoglimi i sasisë betonit, të e përdorur sistemin e Kobiaks, që gjithashtu është një prej produkteve jashtëzakonisht të mira, e cila edhe prap e leton objektin, po edhe zvoglon edhe sasinë e betonit. Edhe e rrit akustikën. Domethënë nuk kemi na të bëjmë vetëm me ndotje të ambientit me mbeturina, po kemi të bëjmë edhe me ndotje të zonit. Akustikës. Akustika. A është, Arianit, sipas teje, si ndërtimi qëndrueshëm ose ndërtimi gjelbër, a është më i shtrenjtë se ky ndërtimi tradicional? Nëse e këqyrëm prej vetëm një pikpamje, nëse e morëm një produkt vetëm, një gotë, mundet me qenë shumë më e shtrenjtë. Por nëse shikojmë si një projekt të përfunduar, është jashtëzakonisht më i lirë.
edhe nëse menaxhohet në mënyrën e duhur, atëherë mundet me qenë tepër më i lirë. Po përfitime, gjatësi. po edhe një gjatësi, po edhe një investim. Edhe si investim fillestar mundet me qenë jashtëzakonisht më i lirë. Po edhe e gjatësia e projektit mundet me qenë shumë më e lartë. Tash, investitorët mundin me thonë, po pse me investu nuk kem të e shit shumë shtrajt. Mundesh me caktu çmime pak më shtrajt. Edhe çto benefite me ja spjegu klientit, me i tregu shpenzimet e energjisë elektrike, sa do t'i ketë. Trendi i rritjes çmimit të energjisë është nuk Vazhdimisht është në rritje. rritje, veç ato rrit. E vërtet. Tash, nuk janë zgjidhjet gjithmonë klimat me inverter, me 3-aja, 4-aja, 5-aja, ato nuk nonën se prodhume. Shpenzimin e energjisë prap kanë me pas ato. Po me pas një objekt që është i qëndrueshëm edhe që ofron kushtet kursimit të energjisë, atëherë do të më bë. Po vjen shumë mirë Arianit që për me ke një vedije dhe një edukim të mirë fillt. Pikërisht këtyre praktikave të ndërtimit që ne si Këshilli i Ndërtimit Gjelbër mas tepërmi i promovojmë këto praktika edhe fushata, si që thonë awareness, vedisim përgjithësi, dhe pikërisht jam shumë po vjen mirë që e kini një qasje t'illë. Po më intereson kështu, a keni ju ndaj objekt që i plotson tamam performancat energjetike me masa eficiente, izolum mirë, edhe që i menaxhoni ato mbetje ndërtimore në mënyrë të mirëfillt. Ose që quhet kjo circularity ekonomi. Tash, projektin që jemi në përfundim me sipër në Prizren, Avanti Residence, ka shumë parametra të kursimit të energjisë, po edhe të menaxhimit të objektit. Për shembull, kemi izolim, termoizolim të jashtëm, edhe termoizolim të brendshëm. Okej. Tash, muret perimetrike përveç se e kanë termoizolimin e fasadës, pjesërisht me fasadë ventiluese, pjesërisht me fasadë tradicionale me stilofor, me XPS. Mrena kemi edhe termoizolim me leshgjame 5 cm, shkoku që kemi dosh qatë energji me majt mrena. Për arsye se muret perimetrike se që tash i kemi me blokat argjilës edhe zakonisht janë muret të ftofta, është material i ftoft. Muret e mbrendshme i kemi me termoizolim, plafonet e ceka i kemi të lëshuara, domethënë nuk janë sipërfaqe të ngjitura me pllakat e betonit. Arianit e di që i konë pjesë e eventeve Kosova Green Building Council ose të Këshilli i Ndërtimit Gjelbër, po çka të shtyni ti me mbështet këtë këshill edhe më bë pjesë e Këshillit i Ndërtimit Gjelbër? Çka të shtyni ti? Tash pa modesti është afërsia shoqërore që e kemi. E pse i ka serioz sot këtu në diskutim, Arianit? Zakonisht i ma i qeshur. Nuk më bën me bo hajgore bash edhe këtu. Qelu bërë. Më u qelën, tjetër herë qelëm, nuk është problem. Unë për ime më ka ardhë shumë mirë më ka ardhë kur ke qenë pjesë e eventeve tona, i kanë shumë i fokusum, na ke mbështet edhe moralisht. Unë jam shumë mirë njës, ke nejtë prej fillimit dhe në fund edhe ke dhoni energji të mirë edhe ke ofru gatishmëri mi shty këto procese për para. Pse kjo dëshirë? Përveç që njihemi shumë herët na. Ekipin që e ke kriju, më ka pëlqy. Njerëz që i ke mbledh për rreth vetes, janë njerëz edhe profesionist, po janë edhe të klamive të ndryshme që mujnë me pru ide të reja edhe mundemi bashkë me jetës për para. Kjo është edhe një për arsyeve pse jam bashkan gjitë. Mirë po kam bërë edhe hulumtime në internet. E kam kontrollu pak trendet se qysh janë të zhvillu në botë, ka po shkën ndërtimi në përbot dhe
KGPC-a mundet me qenë rruga e june vetme për mu përshtot me standardet evropiane dhe normale. Pikërisht na jemi edhe e din mund që jena partner ekskluziv DGMBs Gjermane. Dhe kemi organizu trajnime, jemi të organizu në këtë vit sidomos presim me pas një fluks më të madh trajnimeve. Qysh pesheti vlerën e certifikatës që e keni kryu një trajnim, një ekspert i UVI përmes Këshillit Ndërtimit Gjelbër, ka kryu një trajnim ESG certifikat, ESG Manager certifikat. A është një ngritje e kapaciteteve të kompanisë tuaj përmes këtij trajnimi? Si Prodan i përkrohem gjithë stafin me trajnime. I shtym me njek, me viju trajnime normal. Edhe arkitektja jonë që ka viju trajnimin organizuar vitin e kalum, ka ndiku jashtëzakonisht mënyrë pozitive për shkak se e ka hap diapazonin e të menduarit dhe ka fillu me gjetë arsyeshmëri më të madhe te ndryshimet e sistemeve që i implementojmë në Prodan, sidomos edhe te sistemi mureve të thata. Edhe ka fillu me njëherë me aplikim të njohurive që i ka përfitu gjatë trajnimit dhe presim të shohim. Kemi me pas edhe trajnime tjera, kjo është vetëm një api trajnimeve, sepse nëse hin në faqen e DGMBs, që ne jemi partner, e keni numër pa fund trajnimeve në sektorin e ndërtimit qëndrueshëm, kështu që kena me pas rastën e besoj jo vetëm ti, po dhe gjithë ata që janë antarë, se na kujdesmi mas pari për antarët tonë, mandej edhe të tjerët që kanë interesim mi ndjek këto trajnime. Apo rezistojnë mi zbatu këtë standarde investitorët në përgjithësi në Kosovë, këtë standardet e qëndrueshme, pak hezitojnë, gjithmonë këto praktikat e reja pak e ka një farë rezistence të investitorët, apo? Përgjithësi, gjithë investitorët rezistojnë ndaj ndryshimeve. E kanë një standard që e kanë mësu, e kanë një rrugë, edhe qatë rrugë e ndjekin. Momentin që ofrohet një mundësi e re për me bo një ndryshim, shpesh edhe nëse ka konsumatorët hezitojnë. Po kush do të me nisë këtë farë ndryshimi? Kush do të me fillu, Arjanit? Këto do të me fillu mas pari prej profesionistëve, si arkitekt, inxhinier, me fillu ndryshimit e ta, me insistu që të ndryshime me u kërku edhe prej institucioneve arsimore, sidomos prej nivelit universitar, me u implementu këto tema, me u shqyrtu, me u shtjellu në universitete, njërë që edhe studentët me dollë me diçka të re prej universitetit. Me përfitu për këtëne praktika. Prej praktikave. Tani e kemi, sa i përket se që the Arjanit, e kemi një projekt që jemi të apliku për Erasmus, në bashkëpunim me Fakultetin Teknik, Fakultetin e Inxhinierisë Ndërtimit, na si OJQ, organizat që i promovon praktikat e gjelbëra, edhe një industri që është një kompani që banë prodhimin e shtëpive parafabrikume. Pikërisht kjo është ajo që kena me bërë që të kombinim universiteti, na kena me ndërlidhë universitetin me këto kompanit, edhe mi promovu praktikat e ndërtimit gjelbër. Kena me marrë raste studimore, edhe me pa studentat se qysh një objekt ndërtohet, zhvillohet, tu i marrë parasysh praktikat e ndërtimit gjelbër, eficiencën, circularity që është ndërtimi qarkor e shumë procese tjera. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se studentat prime me kohë edukohen, ato çdo praktika i aplikojnë edhe për juve është shumë lehtë manej. Po se është edhe e mira tjetër që shumica e investitorëve të ndërtimit, fëmijët e tyre po i drejtojnë ka arkitektura dhe ka inxhinieria. Pikërisht, ata mund me ndiku ma letë. Ndikimi mund me konë shumë e saktë. Unë e kum po që shpesher
kom po ekipet mjeshtrit i kanë qu fëmijët në arkitekturë, edhe është e vërtet, ma let ndikon fëmijë se i beson ma shumë atij se çka të ka mësu Arianit menaxhimi, sepse me menaxhu një objekt mira metra katror, ki punë me shumë njerëz. Tash atë ka mësu diçka njëjtë ky komunikim me shumë njerëz, me shumë palë, me shumë vendimarrës. Çka ki përfitu pi kësaj Arianit? Mundemi me kry, me përfundu fakultete, me ndjek tajni, me përfitu, me lexu libra shumë. Mirë, po si mos kemi komunikim të mirë, si mos dim me komuniku me gjuhën e gjithë secilit, nuk mundemi me qenë suksesshëm. Definitivisht qelsi është komunikimi. Duhet me ditë me komuniku me gjuhën e mjeshtrit, me gjuhën e arkitektit, të inxhinierit, të investitorit. Gjithë polë të interesit do të me qenë përfshim në komunikim në mënyrë që se cili projekt, çfarë do projekti, çfarë do natyre tjetë të ketë sukses. Nuk mundemi pa komunikim me jetës përpara. Thash më herët, letër mundemi me qitë gjithë shka, mirë po për me komuniku që atë letër është problem tepër shumë i madh. Tash duhet me zgjedhën mënyrat se çish komunikojmë me njerëz dhe se çfarë informata u komunikojmë, se ato informata shpesh edhe nuk janë të nevojshme për vesht e gjithë secilit. Edhe është mënyra vetëm për me zgjidh konfliktet, çfarë do konflikte që të ki. Po është edhe çelësi suksesit edhe për me bo biznes, në mënyra çish komunikon, edhe me ngrit biznesin tanë. Çka kishim ju thonë trive, profesionistëve tri, në mesazh se na ofër fundit këtij podcasti, unë kënaqa. Unë e pash që ke dhënë shumë mesazhe të mira në këtë bisedë dhe sidomos të fryshme për investitorët, edhe për ata që dojnë më marrë me fushën e ndërtimit, edhe sidomos neve që na intereson si Këshilli i Ndërtimit Gjelbër, promovimi i praktikave ndërtimit Gjelbër, që do me thonë shumë për Kosovën edhe vendin tonë, që me ndrru që të farmendësinë e ndërtimit tradicional vjetër edhe me kalu që ndërtimin e qëndrueshëm që ti veç jetu i apliku disa prej tyre, sepse ndërtimi i qëndrueshëm është një nocion shumë i gjanë edhe përfshin shumë. Çka kishim ju thonë profesionistëve tri në mesazh? Profesionistëve tri investoni në dije sa më shumë. Mos hezitoni me i përqafu ndryshimet, me ju përshtot ndryshimeve cilat do të i sjell koha, po dhe teknologjia informative, edhe si finale mund të me qenë që menaxhimi i projekteve, po edhe si cili profesion, duni me trajtu si maraton, jo si sprint. Më thonë të me vrapu maratonin 20, 30, 50, 100, 200 km, po jo sprint 100 metra. Dëmonë është një rrugë e gjatë, e cila lyp për kushtim, durim, që tha ma para komunikim mirëfillt me krejt njerëz për me pas një sukses. Faleminderes shumë Arianit, a ki edhe diçka për fund me thonë? A u nite mirë, a u ndjeve mirë në këtë muhabet që e patëm? Shumë mirë, vjen mirë, kom insistu prej fillimit, si ide kur e kemi shtjellu që të më bëjë një podcast, të përgëzoj, ftoj që sa më shumë edhe profesionistë tjerë të marrin pjesë, që të sjellin përvojat e tyre, të ndojnë ato përvoja me neve, njëjtë sikur që ka bëu edhe Orbër Shole, profesionistë tjerë që do të jenë këtu, të përgëzoj edhe njerë për iniciativën, për angazhimin që jetu e bëu, edhe si arkitekt, po edhe si kryetori KGBC-s, dhe do të kesh edhe njëve prapa të përkrojnë çdo hap. Faleminderit shumë për përkrojnë, Arianit. Faleminderit edhe ty. Të dashur miq shikues, ju që na keni përcjell, besoj që sadopak keni përfitu për këtij muhabeti, për kësaj bisede me Arianitin, si një menaxher ose si një kompani që menaxhon
projekte, sidomos projekte banesore dhe që tani veç po tregojnë rezultate. Uroj që edhe investitorët tjerë të orientohen ka kompanitë menaxhuese, profesionale, në mënyrë që objekti të shkojë më mirë dhe të jenë gjithë kënaqur, edhe ata që blejnë, edhe ata që ndërtojnë. Kështu që faleminderit, miru pafshim në edicionit tjera të podcastit tonë. Shpërndani këtë podcast, bani subscribe dhe besoj që edhe opinionet tuaja do t'jenë mirë se ardhuna për mysafirët tonë të ardhshëm potencial. Faleminderit shumë.